Në gjykatën e apelit të Posaçëm u mbajt seanca ndaj kopshtarit të resortit Gloden Festim Bishdilit, i dyshuar si një nga personat për rrëmbimin dhe zhdukjen e Jan Prengës në janar të 2020 në Kamëz. Bishdili fillimisht u dënua me burg për jetë, por vendimi u rrëzua nga gjykata e lartë dhe çështja u kthye për rigjykim në apel. Gjatë seancës gjyqësore, avokati Ilir Murati ka kërkuar pyetje të bashkëpandehurit Aldo Majnishta dhe Dritan Regjepin, ndërsa SPAK pretendon se Bishdili ka patur një telefon enkroqat, por nuk është zbërthyer. Sipas avokatit, Bishdili pretendon se nuk ka përdorur enkroqat. Avokati thotë se janë zbërthyer komunikimet në Sky ECS dhe Altin Hajri nuk ka komunikime me Festim Bishdilin, ndërsa sipas SPAK, komunikimet e Hajrit janë me të pandehurin Dritan Funiqi, i cili udhëzon që Festim Bishdili të mbyll gojen. Avokati kërkoi thirrjen e një eksperti që të interpretojë pamjet filmike, por kjo kërkesë u rrëzua nga apeli i Posaçëm. Nga ana tjetër, SPAK thotë se Bishdilit ju sekuestrua telefoni në momentin e arrestimit dhe prandaj mungojnë komunikimet me personat e tjerë të përfshirë. Apeli rrëzoi kërkesën e avokatit Ilir Muratit për të marrë në pyetje shtetasen EK në lidhje me përfshirjen e Festim Bishdilit në rrëmbimin dhe vrasjen e Jan Prengës. Ndërkohë, të gjitha kamerat e resortit Golden do të vijnë në dispozicion të mbrojtur për të parë të plot lëvizjet e kopshtarit. Gjithashtu, urdhëroi që në seancën e radhës të shoqërohen Aldo Majnishta dhe Dritan Regjepi. Jan Prenga u rrëmbyen në 17 janar 2020 në Kamëz, disa ditë pasi ishte ndjekur dhe vëzhguar këmbakëmbës. Ai u përlesh me rrëmbyesit, por ato mundën ta fusin në një makinë Range Rover me ngjyrë të bardhë, ku u transportua në kompleksin Golden në pronësi të Altin Hajrit, personazh i skoduar për trafik të lëndëve narkotike. 5 persona akuzohen si rrëmbyesit: Aldo Majnishta, Artan Doçaj, Geraldo Martini dhe Marin Bleta, Corrado Gështenja, të cilat po gjykohen bashkë me Dritan Regjepin, ndërkohë që urdhrin e ka dhënë Gentian Goçi alias Funiqi, ndërsa porosites dyshohet se është Dritan Regjepi. Jan Prenga dyshohet se u dhunua dhe u vra brenda kompleksit Golden, më pas trupi i tij është zhdukur dhe sot e kësaj dite ende nuk është gjetur. Dritan Regjepi, arrestuar në Stamboll në 10 nëntor 2023, u ekstradua më 8 janar 2025 në Tiranë dhe u dërgua direkt në burgun 313 në masa të rrepta sigurie. Ai po përballet për herë të parë me drejtësinë shqiptare.